PSD-n që ka zhvillu një aksion sot që e cilësoj edhe zonin Osmani si kali Trojës në fakt, edhe të pote një reagim që shpeshe fushatën e PSD-s, po garojnë me 6 vetë në listë. Po, PSD-ja është ja kry fushatën vetëvendosjes, kështu që vetëvendosja nuk ka nevojë heq këtë fazë më marrë me fushatë, sepse po mirë me LDK shumë? Jo vish me LDK, por përgjithsisht e ka fokusu fushatën drejt opozitës. Po këta kanë thonë që na jena për opozitë. Po, pe kuptoj. Po ti, unë hala nuk kum pa në rast në botë, kjo mërët me qenë rasti i parë në botë, që një parti politike dënë marrë në pushtet të e ofendu opozitën. Në anën tjetër, opozita nuk ka kur gjo. Në anën tjetër, opozita për këtë 6 vjetë s'ka pas në kuptimin dorë asë një fuqi s'ka pas fuqi politike. Ekzekutive me marrë vendime. Normalizo krejtë. Jo s'pe normalizoj. Nuk u kanë edhe bashkë mirë opozita. E diqysh kemi folë nga për opozitë, ne kemi pas të edhe debatet e ndame, sa ju kemi shprej lavdata për angazhimin opozitar. Po tash, me arën pushtet, tu folë qysh opozita s'ka ba opozit, edhe na po e pretëshim që më në ardhë ky kali Trojës si PSD-s tash. Është e nevojshme si PSD brenda. Është e nevojshme, po jo me imitime komplet imitime të fushatave të vetëvendosjes viteve 2007-2008. Po këta vijnë prej vetëvendosjes dhe kanë qatë... Edhe pse në atë kuende s'ka qenë pjesë e kuvendit, po nuk e di elektorati, këta veç me ditë një diçka PSD-ja. Elektorati për fushatat të tilla e voton vetëvendosjen, se kjo nuk ka ndryshim. Në vëdhën, kur farë ndryshime nuk të prodhu, po jam të folë. Gjatë diskutimi sa për e, ma nëzite një korreshtje që pytja? Të dhonën, jo pytje. Të dhonën, këta janë të mbrojta të ftyrën që tonë kone kanë akuzu vëvën, e ju i keni targetu këtë subjektit politike, do dhonën, kjo PSD-ja, po donë me arsetu këtë veprimet e vetëvendosës që jënë po deri tash. Shumë e quditshme që që kanë zgjedhë me bo fushatën, ma shumë po më tinglën që ata veç po të regojnë që s'kanë interes të qenë pjese kuvendit e Republikës Kosovës, po dojnë me shfrydzu, ma tepër po duken që po dojnë me shfrydzu hapësirat televizive dhe momentumin. Okej, shkurt ty e veç edhe mendim. Jo, edhe diçkat dhe. Unë të PSD-ja e kom kujtesën e udheqës mandatit 2 të shpendamentit edhe qëndronit në Kameniz. Dhe më thonë, dështimet më të dhaja politike në komuna ka qenë Prishtina e Shpendit. Po politika ndryshojnë, evolojnë. Edhe në Kameniz. Dhe më thonë, ftyra PSD së që kjo ftyrë. Dhe më thonë, që ku do që kanë udheq, kanë dështu. Kjo është para gjykimi hershëm. Jo, kanë udheq, kanë menagju, kanë shkaktu veç probleme. Po dhe, kjo fakti. Aride, po nëse jesim veç me një momentum, tash gjona ndryshojnë, njerës për shambull ndryshojnë, e shojnë gabimin, përmirësohen. Pas kanë drejt me ndryshuar më përmirësu. Po, kanë drejt. Okej,